Ulja e temperaturave në zonat malore të juglindjes së vendit ka sjellë probleme sa i takon qarkullimit të mjeteve, por edhe furnizimit me energji elektrike. Për shkak të trashësisë së madhe të dëborës, shoqëruar me ngrica 10 fshatra të njësive administrative Gorë në bashkinë Maliq, si dhe Dardhas në bashkinë e Pogradecit janë të izoluar. Qarkullimi për shkak të pranisë së madhe të akullit në rrugë është i vështirë edhe në fshatrat e Devollit të Sipërm, siç është i tillë edhe në aksin rrugor Shtyll Panarit, kryesisht në maj të mashkullorës, aty ku kalimi bëhet me zinxhir. Për të njëjtën arsye, me zinxhir kalimi bëhet edhe në fshatrat e njësive administrative Trebinj dhe Velçan në bashkinë e Pogradecit, si dhe në fshatrat e njësisë administrative Vidhkuq. Njësitë administrative nga dita e djeshme janë duke punuar për normalizimin e situatës rrugore, si dhe kriposjen e rrugëve kryesore të këtyre njësive. Pavarësisht vështirësive, banorët në fshatra, sidomos ata më të moshuar, e quajnë këtë një dimër të butë, ndërsa shprehen se zonën përpara banesave e kanë pastruar vetë, ashtu siç e kanë pasur tradit prej vitesh. Se ne jemi mësuar me dëborë këtu. E po s'kishte rënë për gjene, ne jemi të vjetër e di më vështirësi, se më përpara kemi patur më shumë vështirësi. Sot për sot nuk ka vështirësi, se të gjitha e kemi brenda. Me ujë, me dritë, me dru, me gjitha. Deri tash mirë është mirë, ka vende pa pastruar. Po tash, avash, ja pikërisht tash atje në shoqëri pastruam atje poshtë rrugër, atje ku mund të rinë plejtë pastruam atje tash. Umbladë në 3-4 vjet atje ku mund të qëndrojmë. Gjatë orëve të fundit ka pasur probleme me furnizimin me energji elektrike, kryesisht në Ersek dhe Pogradec, ndërsa grupet e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike janë duke punuar për rikthimin e energjisë edhe në këto zona. Mësohet se janë zgjidhur problemet e një dite më parë, sa i takon furnizimit me energji elektrike në fshatra të thella të Mollasit në Ersek, Trebinjës në Pogradec, Lekasit në Korç apo edhe Gorës në Maliq.